dhe po e pyesin për motrën e tyre. Mirë, po aq besim të madh kanë pasur këtë pas një kohë nderuar vllazën besimtar, kalojnë në hapin e dytë, e cili është rreziku më i madh ku fillon hapi i parë i mëkatit, shikimi. Ule shikimin. Shikimi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është njëra nga shigjetat helmuese djallit mallkun. Tu shiku haram, qoftë në rrugë, qoftë nëpërmes telefonit, nëpër media tona, ajo veç e helmon zemrën tonë vllazë nderuar. Shejtani, pra ajo shtiza që godet, helmin që nshon shejtani e ka nëpërmes shikimit. Dhe këtu filloi hapi i parë, realizimi i parë asaj që e dëshiroi shejtani. Pas një kohë nderuar vllazën besimtar, kalojnë në hapin e dytë. Hapi i dytë po i thot, përderisa ka kalu disa muaj, pse ti e ke marrë emanet, pse nuk hym mrena me pyet për hallet derdhe që i ka. Ndoshta është e smur, ndoshta ka nevojë për diçka. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, asnjë burr mos vetmohet me një grua, sepse i treti është shejtani. Besimtari nderun, motër e nderune, sa do iman që kemi, momenti kur ne jemi të vetmuar me një burr apo me një grua, i treti i cili sillet mes neve është shejtani i mallkuar. Për atë arsye, wala taqrabu zina. Mos ju afroni amoralitetit. Bëjnë një stop vetës, mos u afro. Momentin që ti afrohesh, momentin që ti vetmohesh, ndëgjojeni në vazhdim. Arriti ky i devotshmi, i dallun mesin e shoqënisë, Allah na rujt, e rujt rinin tonë, i rujt 33 tona, na rujt gjithëve neve. Arriti me bë amoralitet. Sepse takimet shpeshta, një pas njëshme, njëherë me shikim, e mandej muhabete, deri në vetmi, e kështu që edhe përfundojnë në amoralitet. Po shejtani e ka planin tjetër. I tha, o njeri, me që kjo mbet me barë, tha, o njeri, kur të thehen në vllaznit, edhe e shohin se çka farë marrë ke ba, puna jote përfundon. Çka me ba? E po këtu është mundësia për me mbulu krimin. Aja ka ndodhë, ndoshta shumë vite, mirë, po këto ngjarje na i ndëgjojna edhe për çdo ditë, në shoqërinë tonë, e në rrethin ku jetojna. Kur e bën mëkatin, kur e bën krimin, mundohen me hub gjurmët. Mi po ai që të shtin drejt mëkatit, ai edhe planin ta bje deri tek zbulimi i asaj që e ke bën. Momentin që lind fëmia, mbytje edhe motrën e tyre, mirë për ato që lind. Subhanallah. Lindi, e mur, e kryti, e bori një krim. Allahu xhele xhelalu tha në Kur'an, me mbyt një njeri, një shpirt pafajshëm, është me shkatru këtë dynjan. Një shpirt, jo dy shpirta, por një shpirt pafajshëm. Dhe kaloi një kohë, u kthyn vëllezrit dhe po e pyesin për motrën e tyre. Mirë, po aq besim të madh kanë pasur këtë adhurues, i besuan fjalëve të tij. Cilat ishin planet e tij, fjalët e tij. Thanë, o ju vëllezër, po sa kalun disa muaj, ju kesu gjendja e saj, nga mërzia kanë rrujet edhe e kanë varrosur. Mirë, po atë që e keni ndëgjuar dhe është e njohur. Ëndrat janë tri lloje. Nga shejtani i mallkuar, që vjen në gjumë, përjetimet ditës, qofshin gëzime, hidhrime, edhe janë nga ana Allahu xhele xhelalu që i përgëzon në robërit e tij. Dhe shejtani po ja vçon në ëndër krejt atë çka ka ndodhur me motrën e tyre. Kur u ngritën mëngjes, i pari po thotë audhu billahi minash shaitanir rajim, subhanallahu, ku po një ëndër çuditshme. Cila është ëndra vëlla? Tha se njeriu adhuruesi që ja kena lënë emanet motrën sikur e ka mbyt, mi po më e keqja edhe një fëmijë e ka mbyt. I dyti po thotë vallahi edhe unë kum pat një ëndër. I treti tha edhe unë. Po e hulumtoi në rastin, në vendin ku e ka varros, e shohin se me të vërtet ka ndodhur ajo ngjarje, ai krim makabër ndaj motrës së tyre dhe asaj foshnje. Mi po e marrin edhe qesin para gjyqit në nderuar vllazën, para kadis.
Dhe krejt kur vje përfundimi, shejtani i paraqitet i adhuruesve i thot, nga momenti i parë, nga shikimi, nga vetmia, krejt planet unë i kum bërë që me arrit deri në këtë moment. Mi po e ki edhe një shans. Cili është shansi? Mohoj Allahun, unë e shpëtoj nga vdekja. Ai veç ishte momenti i fundit për me dal nga kjo bota, unë e mohoj Zotin edhe përfundoj pa iman. Cili nga ju, cili nga ne, e ka një siguri se, që shta pejgamberi alayhi salatu wassalam, vepra shpërblehen sipas fundit. Dikush e nis marr, dikush e nis mirë po fundi i vje keq. Po ka të aty të cilët e nisin pa iman, e nisin devijun, mirë po elhamdulillah Zoti Dhul Xhelali ja mundson që kur vije vdekja, ata e kalojnë prej kësaj bote me dëshmi. Andaj o vllazë nderun, o besimtar nderun, e para, ruajuni shikimit. Na e dim që jemi në flak këtu jetu. Ka do që shkojmë, ka do që dalim, i na tu e po haramin. Mi po mos e helmos zemrën me shikim haram. Mos u vetmo me thonë unë e kam iman, unë nuk baj. Ruju se shejtani ka plane që ti befasohesh, edhe shkon drejt përfundimit keq. Na rujtë Allahu xhalla xhelalu, me lutjen e fundit ne i bëjmë me atë që na i ka sjell 2 sure në Kur'an. Kul e'udhu bi rabbil falak, edhe kul e'udhu bi rabbin nas. Sa ma shumë me i thonë këtë sure, që Allahu xhalla xhelalu më na rujt nga intrigat e njerëzve të jashtëm që janë me zili, me magji, mirë po edhe kul e'udhu bi rabbin nas është mbrojtje për neve nga cytjet e shejtanit mallkun, nga planet që ai mundohet me i bë që neve më na shkatërrojë.